Territori shqiptar për datën 7 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites priten vranësira të lehta kalimtare, por pareshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 39 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:35 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:58 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 23 deri në 39 gradë Celsius. Kukës, 20 deri në 35 gradë Celsius. Peshkopi, 19 deri në 33 gradë. Tiranë, 24 deri në 38 gradë. Durrës, 26 deri në 35 gradë Celsius. Kavaj, 25 deri në 35 gradë. Elbasan, 24 deri në 38 gradë. Berat, 24 deri në 39 gradë Celsius. Korçë, 18 deri në 30 gradë. Vlorë, 26 deri në 34 gradë Celsius. Gjirokastër, 20 deri në 31 gradë. Sarandë, 26 deri në 34 gradë Celsius.